Më shumë do me thonë jem rrit pa prind si me prind. Kanë ne gjithmonë domë, më në fëmija do me thonë e kena vujt këto. Edhe unë mas i martu, unë kom thonë asnjëherë nuk e lëm për shembull fëmin tem, se për shembull kom vujt vet. Edhe pse baba nuk kom fort interesuar, apo atëherë kam përdor, edhe unë për shembull si atë s'ka pas ligj për mi mbrojt të drejtat edhe të grave, apo nona po, nona na ka marrë, na ka edukuar, edhe na tash ja kthejm fjala nona është më e shejta për mua. Edhe pse e di unë për krejt se nona, çdo sen e kemi kur të vrasë i kontu, o nona jam. Nuk thua asnjëherë o baba jam, po o nona jam. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Mirë, super. Mirë. Kajt puna vjen? I Prishtinë. I Stokut jam, po jetoj në Prishtinë. Okej. Unë thash mos punoj për jashtë, se kështu ku ke vesh. Jo. Tamam zotish, po. A punon? Për momentin jo, kom punu, po për momentin nuk punoj. A nuk punon. Po, për momentin jo. Okej. Po shpresoj që kemi gjetur edhe punën. Po. Si kanë shqiptarët. Po. Jo gjatë herë jemi Allah domethënë. kem shnetën e për tjera tani. Kjo është më rëndësi. Statusi jot i martum? Po. Po, fëmijë? Po. Sa vite? Ai nuk kam mati, po mirë. Inshallah veç shkon mirë. Faleminderit. Kështu vetëm ty mëse që jemi muajin e madhishëm të Ramazanit, agjeron. Jo, valla, unë nuk agjeroj edhe musliman jam. Ja, i them vetë, apo dhe musliman, se musliman jemi. Qashtu kena linë se, amo nuk, për momentin nuk agjeroj, se s'kum agjeru, në Ramazan këtë e kam agjeru. Me thonë realitetin, po. Një Ramazan e kam agjeru këtë një jetën tem. Amo bërë që kemi agjeru. Po, shumë e vërtet. Se dikush të agjeraj, po nuk e agjeran, a do në s'kam nevoj me thonë agjeraj ku nuk e agjeran. Sa i nalë të shenë. Nuk agjeron s'munësh, apo thjesht? Po e valloj, jo nuk ka arsye, po s'muj vetë kështu, aty si mësu. Shkurtë që nuk i mësu me agjeru, se kom gjeru asnjëherë, një Ramazan e kom agjeru krejt. Këta shtëpis agjerojnë tjetë krejt, po unë jo. Kështu, ani vetin keq kur s'agjeron, para njerëz se kur shkoni Po. Qysh jam mëra se unë edhe që sa gjeroj për shumë nuk ka iftar, për shumë pa hongër, pa ulla ta familjar tjera, po den? E respektoj për shumë se ta unë e kem bërç me gjeru. Po që musliman ta jam. Po. Cilat janë ato lutjet që ti praktikon, ose kërkon për Zotit, që ti ki qenë ai situatë që ki pas nevojë? Po gjithherë sohër e kom vrejtën, vetë sohër kom kërku lutje gjithmonë Zoti mi ka plecu, apo den? Nashta ka pos vanesa, po i ka plecu, se Zoti është i marrëdhëshëm për krejt, jo për për mu, amo 20 e kem. Pa morë parasysh çfarë feje është njëri, jam dhe me pos besimin të Zotit se 20 e kem. Ka qenë lutja më e madhe që ti e ke marrë për Zotit edhe domethënë e ke për Zotin edhe të ka realizuar domethënë. Po e vëlloj kur jem kom për shkak në herën si thota, apo den, i kom lut Zotit, i kom thonë Zot një më dorë tonë, ti vetmi edhe shumë e vërtet që lutja e Zotit po të pranoj ka, apo den, po ta pranoj ke Zoti lutjes, sen që të bën njëri për mirë. Edhe për keq, po për mirë, më shumë për mirë. Nëse çdo momente, domethënë Zotit kishte thënë mendoni dëshirë, për 24 orë të ta plotësoj atë dëshirë. Cila kish më qenë ajo? A për dëshirë, po. Valla për dëshirë, po të kanë drejt me një muç tyne fukareve, atë se s'kan se nuk jem me thonë që jem tepër i pasur, apo dhe kam një jetë normale. Amo unë kisha thonë, adim që tyne njerëve që s'kan, apo dhe se një me vjen shumë keq për tyne edhe nuk jenë gjindja këtë barabartë. Nuk kisha posë që më konë gjindja të barabartë, mos mi mu asnjë unë të kur gjabë, apo dhe? Se vjen gjuna dhe ka njerëz që nuk kanë edhe as buk me hangër, apo dhe? Inshallah Zoti ju ndihmon, apo dhe edhe këtë bëhen barabartë, se është gjuna, për shembull, dikush me pas, dikush mos me pas, se është tirë, sidomos që jenë në Kosovë për shembull, çdo papunësia, çmimet janë rrit katastrofale për shënë edhe vet. Që nuk agjeron, a i ki qitë iftar dikujna, a i ki thirë për iftar? Po iftarën në stop i thirë për shembull tafmërit, që sonte më ka thirë e nona, nesër të thirë në ato, tani ata mitësina, për din me ranë, qështu ja po, qështu ja. Edhe për shembull ja po më, për shembull zë qonë dikujna, për din që sëni na jo, ne japi dikujna. Çdo herë praktikon t'ja bësh atë iftar. Po, qështu ja. A duhet çdo kush secili që i thotë vetë musliman me praktiku këto? Po, çdo cili do të me praktiku dhe çdo cili ka bërsh me linu. Tash po mort parasysh rrethonat e dikush në nën dikush se në nën amo e kem bërç. Bërç e kem ato me linu, më fal, me shku në xhami, mi kry ceremonitë fetare që janë. A një shkeq, për
Shumica ka plot që ndoshta nuk unë praktiku këtë ceremoni, faktin që s'mundesh me agjëru. Unë shumë një na keq, unë për shembull kur të shoh dikon që bën gjenon i marr lakmi. Po të ka dhe më ka mbo pyetje edhe në shtëpi, atë pse se gjenon aty me provu. Se nuk ka atë zar, po se di, dysha di vet. Se shumë një na keq kur e shoh dikon apo den, që aty ninu mu vjen mirë që aty ninu, them pse se ninoj edhe si koraj. Se asaj nuk ka më shumë sione. Sa i baki më thonë edhe më i dopte më i lig apo den, po inshallah do Zoti e në muin e bekum tjetrit. Kom ja, fillu si e mbollë vjetash, të nish jam, tash. Inshallah i rije. Po e vallahi. Po dorzu nuk bën. Sa do ndodhi sa më shpejt edhe ti këtë rrugë praktikimit, domethënë e pan. Po, faleminderit juve. Po du mesazhi jot për fund, për historitë jetës, diçka, një mesazh, një këshill për gjithë ata që na ndjekin. Historia e jetës është e gjatë, apo çdo cilë kohë ka një histori të jetës, apo den. Unë për veti për shembull ku përpara që na rrit në kushte ekstreme, apo den. Na koni far shoti i stok atje, se ti stokut jem torta. Domethënë prend gjithmonë kanë një kon dom, apo den. Më shumë domethënë jem rrit pa prind si me prind. Po ndom jem kon prind, për shembull nëse tash baba më ka ndrru jetë, apo den i kohë që dikun 11 vjet, amo kanë ne gjithmonë dom, apo den na fëmia domethënë e kena vujt këto. Edhe unë mas i martuar, kum thonë asnjëherë nuk e lëm për shembull fëmin tam, se për shembull kum vujt vetë, diçka vujt jam, apo edhe na rrit, po alhamdulillah Zoti s'kena pas kur me kërkon probleme, na ka mojta e nona jam, apo na ka eduku mirë, edhe pse baba nuk kon fort interesum, apo nona po, nona na ka mojt, na ka eduku, edhe na tash ja kthejm adin borxhin nonës se Ka ndodhur kur ke qenë shumë i vogël që me prind. Po, ka ata janë donës ta për shembull. Na kena nejt edhe vet, ka pas ku që kena nejt 5 vjet, bo ki vet, kena nejt në fëmija vet, apo den, jenë do, ajna tonë, kjenë kjeton të përshamë, dish për si prind, ju dhe në që është ndodhin këto senet, amo na... Që se ke pas dy prind bashkë. Mu prindi përshamë, kër e shën dikën përshamë, si se ka një prind, apo den, mu më vret në zemër, apo se di vet përshpara, kër vëshin fëmija në shkollë, kër e nakon. I veke prindit, i baba, musën veke, apo den, nisha vetën keq, edhe tash e një, kër e shën dikën, apo se ka një prind, vje shumë gjëna. Prind, nuk kanë pasur, domethënë, ka pasur dhon nana për prindit? Pa i kam përdor, atëherë atëherë kam përdor, dhe unë për shkakun se atëherë s'ka pas ligj për mi mbrojtë të drejtat edhe të grave, apo den. Ka pas vetë një unë non, edhe jenë kon ish Jugoslavia atëherë për den shikon. Amo s'ka pas drejta atëherë kanë hiq njerëz shumë. E tash është mirë se janë drejtat e barabarta në dy palë. Se njëri aja për shkakun femna, njëri mashkulli. Drejtat duhet të mos barabarta për dy palë. Se për shembull nëse ti mendon me kalu mia me 1%, ti mundesh me kalu mia, se dush me kuptu edhe ti ato edhe aty. E për këso nga tresa mu vjen keq aty për këta që ndohen, aty për këso nga tresa se vujnë fëmia. Nuk vujnë prind, po vujnë fëmia. Gjatë kohës kur kanë qenë domethënë damas, me prindin ai taku, ju ka kërkuar? Jam taku herë, apo den pse për shembull tash shkoku për shembull se ky s'ka pas marrëdhënie më të mira me non, tani ju pedalin non, na pedim këto, apo den edhe kanë dollë në den, se edhe natë dikur e kena urrejt prindin. Apo den, na thëmija se kena thonë këna kalon, në karon men, atë se çdo sen. Unë jem konë, shtash më kanë dek, baba jem konë dek, po nuk e kom di mungesën e prindit, babës. Amo, kër e llogaris që më ka bo mua, apo den, më kalon, kum hik, e kena hik, ka mos, në për u dhe në për s'kena pos as 3 hem për shembull, tash ka dhe zoti ka, apo den, amo përpara na konë shumë keq. Po, që deshti Allahu ju bënë në krejt, apo den? Prindi, ka qenë martuar? Jo, me tjetër jo, veç këta një mos marrëveshje në me vetë që kam posë prind, edhe tani ai për shembull ka punu një shtet jashtë Kosovë tjetër, nona jam ka ne gjithmonë me ne, na kam mbështet se s'më mja hupa, një që mbështet, ajo është më i miri për mua. Mbështetjen e gjetë vetëm te nona. Veç te nona, mbështetjen e kena gjetë veç te nona. Sa ka qenë vështirë një nanë pja dal, vetë burr, vetë grua me Pa e valloj shumë vështirë konë se përpara për shembull kam pas shumë probleme, apo den, se aja na s'kena pas pasport strehem përpara. O du me pagu banes me qeron, me nejt aty, tani unë si kom bo pak vjetë, ja kom nisë me punu, apo den, kom hinjar krana unë, si kom një mu, ata do mu të rejnë kom matë vëgla vllazni, apo den, jem konë si prindit yne, jem unu, apo den, sa do pak minimum, apo den, kena punu, tani mos kena hik, me na rrit na pak, me ja kena dalë. Sakrifisa që ka bërë nona, se të mos pas ka bërë shumë për juve, vetë prind, vetë domethënë tjetë për gjitha.
Mja këty jo, po mundohem jade, se mja këty jo, se mundet asë një së mund ja këtë prindit. Se unë e më prind edhe vetë. Edhe prind kur do njëri vetë, atëherë kupton mas mirë çka do me thonë prindi. Se sakrificat se ka bo për shamu prindi për ne, nasë mund mja këty, veç inshallah të zoti, ati kufshin folja këthen edhe na mundohem ja, bëdim me ato tonat. Fjala ma e shajt në botë, cila është? Ma e shajt nona. Non. Fjalla non është ma e shajta për mu. Edhe sa e dihum për krejt, se nona o non, çdo sen e ke po kur të vrash dikun të o nona jam. Nuk thu asnjëherë o baba jam, po o nona jam. Do me thonë se çaja është, se me non një rritet se nona të marrë mark, nona të ushqen, nona të lanë, të vesh, për lanë, të rrit. Ç'ke nona është? Është problemi dal hakut. Valla problem është veç inshallah mendimin e Zotit apo din, se unë isha dhe njerë si i braktisin babën e nonën, aja nuk është e mirë. Unë për veti tash jam edhe i martuar, veç s'm ka ndodhur se më pa thonë edhe gruaja për shembull le nonën ose po të lanën, më përpara çka shku me nonë, gruan e kisha në. Nona o non. Se unë e respektoj nonën e saj, edhe ajo do të më respektoj nonën tim. Çdo një di çashtu do të më thonë se ton kena nona, si gruaja, si burri, respekti e manje, nëse ti nuk e respekton dikon, as ty nuk të respekton dikush. Çfarë djali, la për shqy shumë të mira. Deri tash, rrallë kom taku kësi djem, aq të mirë. Beso univa shumë i lumë tur kur ka kësi njerëz që për prind bëjnë gjithë shka. Edhe i kuptojnë. Kem bërsh që kem, e kem bërsh me bo ndaj prindve, për shembull se aje prind na edhe vetë po bomi. Unë thash 71 jam, tash vjet po shkojnë gjithë në herë. Edhe na, nëse ja ki bu dikujna një të keq që ku më të këty, herë do kur do të kthej. Amo sidomos prindit do të minejt gati shumë. Se unë e kam nonën edhe vetë, është nervoze, pen kokra, po shpesh herë, apo den, moj me ofendu edhe unë, po i kërkoj falje. Çe kishte thënë këtë momente nëse një herë ki më keq në tonë, I kërkoj falje 100 herë se ka ndodhur, apo dise ndodh, te familjar ndodh. Edhe tani apet i kum kërku falje, se nuk e pres mi nona më kërku falje, po unë bëj gabime, unë do të më kërku falje. Unë i kërkoj falje 100 herë, e inshallah Zoti më shëron me të në të mirat, të gjitha nonat që janë në Kosovë, në botë. Zoti, më lejo të përshëndes. Faleminderit, kalofshi. Gjithë mirat uroj.